Sebastian Tinaj, ruajtja e identitetit shqiptar në New York përmes kulturës dhe etnografisë. Sebastian Tinaj është një koreograf i lindur dhe i rritur në Vermosh, themeluesi i grupit të vallëve Nora e Kelmendit dhe koleksionit etnografik Arka e Kelmendit. Punon për të ruajtur identitetin, gjuhën, kulturën dhe traditat shqiptare në diasporë. Grupi Nora e Kelmendit u krijua në vitin 2018 dhe zyrtarisht u regjistrua në New York në 2022 me mbi 70 nxënës. Aktualisht kultivon vallet tradicionale duke marrë pjesë në festivale, aktivitete kulturore dhe gëzime familjare. Një nga pikat e forta të grupit janë kostumet e kuruara dhe muzika autentike që reflektojnë identitetin shqiptar. Pasioni i Tinajt për etnografinë u shndruar në koleksionin Arka e Kelmendit, kruan veshje dhe bizhuteri nga të gjithë krajinat e veriut të Shqipërisë. Ai ekspozon këtë trashëgimi me evente ndërkombëtare si Fashion in Power, Fashion in Peace Gala në Washington DC, duke përfaqësuar Shqipërinë në krenari. Përveç aktiviteteve kulturore, Tinaj kontribon dhe në shkollat shqipe në New York, si mëso shqip dhe fol shqip, ku dhe heq grupet e vallëzimit. Puna me të rinjt shqiptar në diasporë është një mënyrë për të frymëzuar brezin e ri dhe për të forcuar lidhjet e tij me gjuhën, kulturën dhe traditat shqiptare. Në tërësi, përmes vallëve, koleksionit etnografik dhe angazhimit arsimor, Sebastian Tinaj mbetet një ambasador i gjallë i identitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara.